që një burr 50 ca vjeç, që kur më tha që unë kam kaluar diçka në rrugët e frymarrjes, nuk e besova sepse trupat e huaj zakonisht ndodhin tek fëmijët e vegjël. Gjithsesi e marrin fus në sallë, i fusin bronkoskopi, i fus bronkoskopin unë për të parë nëse kishte vërtet apo jo, edhe kishte vërtet atë kockën e kishte në bronkun e majtë, që zakonisht ata pozicionohen në bronkun e djathtë. Dhe e kap me pinca kockën. E kap dhe më vinte kocka deri te kordat, edhe sikur ma siste diçka nga brenda, ma tërhiqte prap. Bë një 2-3 manovra si përfundim e nxjerr. Ajo që një kockë e vogël me 3 maja, formë trekëndshe. Pas një ore më merr në telefon reanimatorja. Më thot hajde pak reanimacion se i smuri thot ka filluar thot një emfizem e tmerrshme, thot po fryhet thot nga poshtë, thot, duke filluar nga toraks e i shkon deri tek mandibula. Çka kishte ndodh? Kocka kur kishte dal, kur e kishte tërhequr, kishte çarë traken. Dhe ajri dilte nga trakeja, përindet e qafës dhe kishte dhënë një pneumo me diastim të tmerrshëm. Në këto kushte unë thras një kirurg torakal për konsult, nuk është se ka ndonjë rrezik, tha, ky do shfryhet tha, po do ca ditë dhe neve tha aplikojmë një metodë kineze, tha, i vëmë një age tha në trup, ja lëm aty 24 orë. Edhe ajri do dalin përmjet ageve. Kur vajta ditën tjetër i smuri që e shfryrë komplet. Normalitet.